SPAK ka mbyllur hetimet dhe ka marrë zyrtarisht të pandehur kreun e Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe ish-bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi për dosjen e lobimit të LSI-s në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si edhe për aferën Çezdia. SPAK do komunikojë zyrtarisht Monika Kryemadhit dhe Ilir Metës 3 akuzat: pastrim parash, korrupsion dhe mos deklarim pasurie, duke u marrë kështu zyrtarisht të pandehur. SPAK pritet që të dërgojë dosje në gjykat, ku në seancë paraprake gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të vendosë nëse çështja do të kalojë për gjykim apo të kthehet pas për plotësim apo të pushohet fare. Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta u arrestua më 21 tetor 2024. Ai dhe deputetja Kryemadhi dyshohet se kanë bashkëpunuar mes tyre dhe me funksionarë të tjerë shtetëror në disa episode, ku kanë shfrytzuar postet e tyre shtetërore dhe politike për të favorizuar kompani private, si edhe në veprimtari të tjera me lobime në SBA dhe shitblerje banesash në këmbim të përfitimit të shumave të konsiderueshme parash, të cilat janë përpjekur t'i fshehin duke mos i deklaruar në ILDKPI apo KQZ. Deputetja Monika Kryemadhi po hetohej nga SPAK për 3 akuza: pastrim parash, korrupsion dhe mos deklarim të ardhurash. Ndërkohë gjykata la në fuqi më datë 23 tetor të vitit të kaluar masën e sigurisë detyrim paraqitje për të njëjtat vepra penale, si edhe ndaj të hetuarës Ema Çoku për pastrim parash. Ndërkohë ndaj Piro Xhixhos, i ati i deputetes Erisa Xhixho, i hetuar për korrupsion pasiv, i u zëvendësua masa e sigurisë nga arrest shtëpie në detyrim paraqitje. Tashmë që hetimet janë mbyllur dhe SPAK do e kalojë dosjen në gjykatën e posaçme, akuzat do t'i komunikohen edhe Ema Çokut, mikesha e ngushtë e Monika Kryemadhit, njëkohësisht Piro Xhixhos, të atit e Erisa Xhixhos. Ndërkohë Ilir Meta ndodhet prej rreth 7 muajsh në paraburgim në qelinë e 313-s në Tiranë, pasi gjykata e lartë e refuzoi apelin për një masë më të butë sigurie për të që në shkurt të këtij viti. Por çfarë përmban konkretisht afera Çezdia e më pas lobimi i LSI-s në SBA? Kjo dosje lidhet me marrëveshjen e vitit 2009 mes kompanisë çeke Çez Shpërndarje, e cila bleu kompaninë shqiptare të shpërndarjes së energjisë, dhe Debt International Advisory, një agjenci për mbledhjen e borxheve. SPAK akuzon Ilir Metën se gjatë kohës kur ishte ministri i ekonomisë, tregtisë dhe energjisë ka ndikuar në lidhjen e kontratës mes Çez dhe Dia, pavarësisht se kjo e fundit nuk përmbushte kriteret ligjore dhe profesionale. Sipas SPAK-ut, Meta ka përfituar shuma të konsiderueshme parash nga administratori i Dias Kastrioti Ismailaj, i cili u dënua me 11 vite burg në 2017 për këtë çështje. Afera dyshohet të ketë shkaktuar një dëm financiar prej rreth 414 milionë eurosh në arkën e shtetit shqiptar. SPAK pretendon se gjatë viteve 2016-2017 Ilir Meta si kryetari i LSI-s dhe Monika Kryemadhi kanë lidhur kontrata lobimi me kompani amerikane si Global Security and Innovative Solution dhe grupi McKeown për të siguruar mbështetje dhe akses në SBA, përfshirë një ftesë për ceremoninë e inaugurimit të Donald Trump në 2017. Një shumë prej $463.546 për këto kontrata nuk u transferua nga llogaritë bankare të LSI-s dhe nuk u pasqyrua në bilancet e partisë të dorëzuara pranë KQZ-s, duke ngritur dyshime për pastrim parash. Kontratat dyshohet të jenë financuar pjesërisht përmes llogarive offshore, që ka shton akuzat për mos deklarim dhe fshehje të pasurisë.